La 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 la. Ashtu duket një mur I parë. Ja, tani po. Albia që ishra $100. Fice ka qikë si të shtrepë. Jo se jam shtrame. Sa po erdhëm këtu, mba e drejt jetë. Nuk ka një sëmundje me kamerën kur është shtrëmbët, ja drejt. Sa e bukur që jemi. Shumë e bukur. Mos e prish gojen. Ha zemra. Është shumë bukur. Shumë. Nuk është ftohtë. Na 1:10 është U mësuam po. Ero mësuam pak se që po fillon po grët. Është me gjise, për gjithë TikTokun që më shau dhe më tha I ke marrë rroba bavshtele, ky nuk I veshi. Po si veshe tutat e skis? Një herë tjetër kur vim me makinën tonë. S'kishim ku ndoroheshim tani, se nuk do zhvisheshim në. Më trego muaje. Unë jam një mamus. Jam një mamus. Unë jam një mamus. Bus. Qa këputësh kam Unë po t'i janë dejtutje, unë vas, shikoni, një nga lajmet, do më thënë që thoshte gjithmonë, mos u vishni me të bardha kur shoni në vende valore, dhe me të bardha. S'besë poshtë do azho. S'duket fare, mos më bëj me atë loj, se loj shumë e keq ajo me top. Në më lozë. Angel Bore, jo kërë Angelis. Angel Bore, pra. Më shumë ka venë, dytë që ne e këtu. Ja, Angelis. Doli Angeli. O një doli vërtet, ja. Po, Duket atë? po. Ja dhe ti si Angel. Si veshe ti ato? Tuta të ta. Hajde, Angel, hajde. Pse sa ngëm që borë? Po ha borë njërës. I duke që I pëlqeu. Normal, shko qantën timi si më banë. Qa benër? Sa ju betohem këtë nere me guid, edhe e kam rezervuar unë, e bra dhurat për Shë Valentinin, dhe me thënë, Albio, I pagoj lekët që unë për tojë që të ka tek zyrat ku kanë këta të guidës, edhe ka kushtuar €75 për person, dhe realisht ju sugjeroj me zemër, nuk e di, lini çdo gjë nëse se keni për blerë në një paltë në një gjë, para kësaj gjëje, ju super sugjeroj. Do ju flas më shumë për udhëtimin, €75 personi, me autobus, perfekte! Ja ku erdi dhe Albi më sot dhe mua borë, të hajdin qikun. Ne kur ishim në Poliçan, kur binte borë, po nuk është të bije ka shumë borë, po ka rënë një herë kur kam qenë shumë e vogël, po jo kaq, dhe më thënë si qytetet e Shqipërisë, edhe babi na mori njerë, dhe më thënë bajtën borë, edhe na e bëri me sheqer. Me shurup. Na bëftë mirë, me reqele, dhe ju e keni ngrënë? Po bëjmë video, foto, I them ma pus një qiku ndën. Çfarë na ndodhi këtu tani? Jemi këtu tek kjo e skis, kjo e teleferiku. Po ja bëja me dorë ca njerëz po tallesha, po qisha gjatë kohës këtu, po ja bëja me dorë këtyre të tjerëve, dhe ishin 2 kalamaj të vegjël, 2 çuna, po ishin të huaj, edhe se qa bënin me shenja dhe na flisin, na bërtisnin, ja dhe këta. Dhe na bërtisnin dhe na thoshin ana tjetër që kujdes, po e kuptonim që do më thënë ishim në rrezik edhe sa po kalova, do më thënë po flas shu, se po më dridhet, aq frikë kam. Dhe ne jemi ullur në anë të dy, duhet ishim ullur në mes, e kam frikë mos më anon, edhe ata shumë na kanë trembur, edhe unë më ngelja e busqeshja që po dalë, do më thënë po bëja me dorë gjithë njerëzve, edhe ata, kujde, bëja panik
shumë me shenja që o zot sa më kanë trembur, sa po kalova një panik këtu, një atak paniku. Qava pak, prandaj duken syt kështu dhe tani po e marr me sportivitet, thjesht dua të humbas. Se i cëllë shumë nga dalë. Se mos guxonit më hipnit ai teleferiku me 2 veta, se s'kishte as kështu mbajtse, nuk kishte asgjë. Ne hipëm te ky i madhi që merr 8 veta. Po i kemi hipur 2 tani dhe nuk hipni dot në qendër. 6 i ka tani. Hajde se për pak arrim. O sa fri! Zbrita! Ja lotët e mi në fund të qava se mu duk më e frikshme. Një pizza. O zotësa, sa jam trembur, shkoni si më dridhen duart. Aq shumë, tani s'po më dridhen, më duke po më dridhen? Jo, s'po më dridhen. O goca, sa frikë që kisha. Ua, ja, kështu kur bën shakane të tjere, bën si nishi, bën me dorë të gjithve. Edhe u tadën 2 kalamaja me mua. Nese, dita vazhdon. Ja këtu i merr një ato të teleferikut, ishte 5 euro personi, po ja super vlen, ja super sugjeroj. Tani sa po morëm një slit këtu, edhe kushton vetëm 5 euro. Morëm edhe slit për herë të parë. Sot kam për shumë gjëra për herë të parë. Slit. Slit, sa shumë. Rato të dush. U knaqëm. Ullëm në një lokal, po nuk ishte blënda, por pinin shumë duhan edhe nuk po dëronin do të aromën e duhanit, se as unë as ajo nuk e konsumojmë. Edhe do ikim në një nga këto qoskat. Po, pëlqojmë unë aty. Ajde këtu maj. If we keep on moving along, right where we belong. Feel my heartbeat start the night. Tani sa po erdhëm tek autobusi dhe ishim të fundit. Gjithmonë reja me të beja është në vonesë, por në fakt, do të thënë, kemi qëndruar 3 orë. Luajta, marrëm atë slitën, s'kishte gjë më të bukur, mos e humpisni nëse vini, dhe mos keni frikë se ishte shumë nice, për ski nuk më mbajti me thënë të drejtën. Edhe tani marrëm autobusin, edhe fugonin, se me fugonimi, edhe do shkojmë në Shkup. Unë nuk kam qenë asnjëherë, do të thënë është hera e parë që vi në Maqedoni. Ju përshëndes goca nëse ju kam në Maqedoni. Sa po arritëm dhe do t'ju të tregoj një hotel tour. Nuk e kam parë as për... shiko me smek. Që nga i prishë. Nise. Vazhdojmë. Kjo është dhoma. Tani po e shikoj dhe unë. Po që nga e bukur, që nga nice. Nuk e prisja ka është të mirë. O zot, dëgjoni këto çizmet e mia. Trëng. Pas ka dhe pamje të bukur. Ky është stadiumi. Ka këtë pjesën e televizorit. Po ju a tregoj se ndoshta vini edhe ju edhe ta keni parasysh se si është. Këtu është tualeti dhe kjo jam unë. Nice. Dhe këtu e kemi dritën spektakël.
Edhe Alvio që shikon edhe palestër paska sikur do rrim ne këtu. Alvio e qau palestrën në Tiranë, po e qau, çdo ditë në palestër. Paska dhe pishin, njerëz. Paska dhe pishin, po unë nuk e dija që kishte pishin, me thënë drejtën, e dija se kishte vetëm spa, edhe nuk kemi marrë roba. Po, që shkjo? Që shkjo? Alëm. Si më ke majtë qilat. Që shkjo? Kënë pasër kur kënë e kapile dhe i që kapile ndilë të në qeras. Fix fare që janë këta flok. E tini një gjë këtu në Shkup pa. Është shumë ftohtë. Kurse në lartë në të borë, në mal, ishte ishte shumë mirë. Ndoshta mësoj dhe trupi. Edhe merrni një çantë të vogël, sa dini, kur të vini me rroba për ski, sepse të ndihmon shumë për telefonin e portofolin e për çdo gjë. Opa. Qa, oje. Sa je? E se Kënë veket. O, sa jam e knaqur të luajt, edhe disa të mira robat që kam marrë dhe të shizmet që kam blerë, nuk mu kam futur fare ujë, kam qënë super. Alvio që shikot mobili, po në që kam të që jam zbërthyre. Prandaj, më duke shumë asë ku mobilin gjatë gjithë rrugës. Kjo ishte outfiti që unë vesha dhe duke shka shumë bukur kështu. Au, se nice. O bukur kështu si të më të gjë. Ledi që nga më dushë në droje. Këto i bleva për 10 me lekë të kështu për dorëra, që ja si më rrim, të mbajnë në valë. Në që ose do vini për ski, dhe të unë ju them, ikni blini roba për ski. Ikni pa tjetër duhet ta rezervoni. Eshtë... Super, për kaq lek, me ndohë mi paguar 75 euro personi, 75 lek po euro. Euro person. Po, edhe jo hoteli, jo transporti, jo guida. Po plus këtë përshqirë të hoteli e ke full. Ingeli, Ke spa. Spaja dhe... Ke Por sauna. na nëse të bëj unë Ke rezervim në pishinë. spa, po s'vjen ti pishin asnjëherë si e futur kur kemi qenë në plazh. Sot do futemi se është pishinë. Ti s'ke rroba banjo. Me zdimë. Ti në gjiblen direkt. Vasa po më përshën ka vetë. Edhe me këta. Sa cute. E mi goca. Edhe poshtë, që thoni ju, kam këto streqet nga gava. E dini sa ngrohtë më kanë vajtur. Kam qenë super mirë. Edhe të heqim edhe këpucët. Tani dolëm jashtë. Unë njësoj veshur, si që parë, sepse është shumë ftohtë. Ju thash lartë tek mali, nuk ishte këtu, por këtu është kalkan. Dhe morëm çadra, ju e marrë në Tiranë dhe unë të Alvio dhe shpresoj që mos të bjerë shi se që parë po binte. Sa më shkon kjo cappucci. Gëzuar. E, kam përzgjedhje të mirë. Do hanë. Sa po erdëm në një lokal, po kemi gjetë një lokal super të mirë. Si e kishte Old House. Shikoni që gatimet. Është ngrohtë buka? Janë fantastike dhe kjo sallata. Ja, shikoni pamjen, këtu është stadiumi. A, mbajnë për futboll këta? Unë nuk pyeta, jemi më lartë, apo duke ditur që jemi ne më lartë, ta marrë vetë parasysh si janë. Okej. S'mbashkëm. Ka ndonjë futbollist famshëm këta? Shiko paleset sot veshur kështu. Ski.
po bëjmë ski sot këtu në Mavrov se po bie shumë shi. Pamja është shumë e bukur. Nuk morëm atë çadrën e lam tek autobusi. Edhe pse në këto nuk fusin ujë me thënë të drejtën, por na thanë që lart në mal ishte më shumë si stuhi dhe po printe shumë erë, edhe nuk e se do shkojmë. Por fshati ishte shumë i këndshëm, do ju tregoj disa resorte, disa shtëpia, lokale, ja dhe njerëz si lutem, kur të shkoni me udhëtime, ju lutem mos e përkushtoni tek puna. Puna aty është. Këto momente nuk i gjen dot më. Janë pa përsërisje. Janë disa momente që në fund ditës puna e Kështu thot një njeri që sa po i bëri 2 risa, ja pe story, marrë punë vetë edhe tani thot mua ose fokusohet te puna. fokusohet e mua. Po fokusohet te ti, po merresh me rilsa, tani. Po, më që sot ti po merresh me video për vete, po bën vlog. Ne vlogun se konsiderojmë punë, e konsiderojmë qef. E kështu po i thoj Albio, po në qoftë se të bezdis fakti që unë bëj video të çdo sekond, kështu gjëra, edhe kështu thot jo, edhe madje realisht më thot gjithmonë që na bëj video, nxjerrë kamerën, Rea, nxjerrë telefonin, filmoj këtë, bëj këtë. Edhe vlerësoj shumë jo për gjë. Love in slow motion, feeling left over, holding on, though we're gone. No more falling down, heading nowhere fast, but I'm alright, speed. Si duken? Të mirë. Si bensi serios, kur të Ama po mos më nxjerr kot mua tani pik. Albio! Best mirë. Një fet Faleminderit, bukse Zena. cilin nga ne. Slow down, we were getting high when we wished to forget. We never had the same team. Dancing over why it was never enough just to be young and on the run. Do çoheshim Looking left out, but hey, we're fine. We were getting high when we wished to forget. Going head to head in the same team. Bonding over why it was never enough just to be young and on the run. We were young and on the Vajza, ju thash që banana bread ishte e mirë, por jo, kjo është shumë herë më e mirë. Kjo është shumë herë më e mirë. Nuk e di, është fantastike, shkoni pa të mbushën brenda. Nëse keni ndonjë fest, e sigurt që me këtë do dilni super të nderuar, ose nëse keni ndonjë rast se doni të çoni një ëmbëlsirë të mirë, porositeni këtu një ditë para, ose pak më përpara, që ta ndaj edhe t'ju a bëj gati. Po sa e mirë që është, ka një shije kanell, këtë kremin e Philadelphias. Ju e dini që unë nuk i kam shumë qef të ëmblat, po kjo është opo më e mira, në që thëmë besoni më është shumë e mirë. Ka një shije, një aromë. A dikush e gjëja me keqe? Që do kaloj një javë dhe mua do më vi prapë mendja për këtë. Dhe kjo gjë do vazhdoj pafundësisht se është vërtet shumë e mirë. Sugjeroj, do dini super të nderuara,
Janë produkte që bëhen në shtëpi. Shumë më pëlqen shumë ky krem i Philadelphia's. Se është pak e keni parasysh, pak si jathet, si kështu, nuk është shumë e ëmbël. Kremi edhe vetë shumë mirë. Alve do e adhuroj Fadara. Nuk shënduart. Nuk shënduar sa të mira ke bërë. Edhe nuk e kam bashkëpunim. Thjesht ndiqem në Instagram edhe më tha që do kishte shumë dëshirë të më sillte një ëmbëlsirë. Edhe unë normale që pranova sepse i kam shumë qejf gocat që punojnë, sidomos vajzën që është edhe mami i 4 fëmijëve. Madje është sa mua në moshë. Edhe bën ka shumë kontent, bën receta shumë të shijshme. Tani ka nisur edhe biznesin e saj nga shtëpia që ofron këto ëmbëlsirat që i bën vetë me produkte shumë të mira. Edhe kam shumë qejf të suportoj. Edhe këtë është vetëm suport. Nuk është reklam, siç ka thash edhe historin. Bravo. Disa njerëz janë me talent. Find me in the open, all the good in